Ishte një skandal i vërtet, ai rrethimi në atë formë, me ato telat sipër, që është një përgjegjësi e madhe e atyre që shqiptarëve që janë caktuar atje për të menaxhuar gjën nga kompania, po gjëra që ndodhi. Me atë gardin, me rrjetin me tela, është bërë me inteligjencë artificiale një kështu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e